Më 14 shkurt përfundon java e martesës. Ajo është një festim i përvitshëm që fillesat i kanë Angli në vitin 1996. Java e martesës mbahet në vende të ndryshme në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara, në Zelandën e Re, Australi, përfshi edhe Shqipërinë. Pastori i kishës Dyert të hapura në Pogradec, Mentorama, sqaron. Në kuadër të 5 vjetorit të javës e martesës në Shqipëri, ku tashmë është bërë dhe traditë edhe për ne këtu në Pogradec, për bashkësinë tonë dhe për institucionin tonë CFN, jam këtu për t'ju përshëndetur me një mesazh dhe për t'ju inkurajuar se sa rëndësishme është që familja dhe martesa në komunitetin dhe shoqërinë ku ne jetojmë. Miqtë mi, unë ju përshëndes nga zemra dhe uroj që jeni duke përjetuar kohë të mira në familje dhe ju të gjithë që ndoshta nuk jeni duke përjetuar këto kohë të mira, uroj shumë që situata do të ndryshojë dhe do të përjetoni me shumë harmoni edhe dashuri. Pasi e vërteta është që për ne të gjithë, sidomos për ne shqiptarët, familja është gjëja më e çmuar nga të gjitha gjërat që ne kemi. Unë dëshiroj t'ju përshëndes me një gjë që shkruhet në një libër dhe lutem që kjo gjë të jetë në zemrat e tonë të gjithëve. Dhe në atë libër thuhet, tani pra, këto 3 gjëra mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria, por më e madhe nga këto të gjitha është dashuria. Java i fton qytetarët të vlerësojnë martesën dhe të punojnë shumë për ta bërë atë sa më të mirë në jetën e tyre. Martesa e shëndetshme dhe suksesshme është faktor kryesor për një shoqëri të shëndetshme dhe të suksesshme. Java e martesës nis me 7 shkurt dhe përfundon ditën e Shën Valentinit.